është ka njerë shumë fani se e harron një fjallë që është ma lehtë mu thonë, e të vjen me një ma e komplikume. Dhe ditë punë e ndrunit. Edhe po në ndodhë në përshfaqje. Për që ta është e bukura në teatr. Se ki adrenalin që të përshqatër, ose të hup loja, ose të hup teksti. E në gjirime, zakonisht, kërë nga gjiru seriale, komedi, keshin, po e më këgja serios, kështu shumë interesant, nuk keshi. Ku me di qëfar skene me konë komediu, kur që t'ja njësaj akcion më bënu në... Nuk po mbesohet që të brike? Po jo, me besohet të bëjke. A në misen këtë bëja, kjesë, jo, në së problem. Besi, gjithashtu edhe bashkëshortja Valiria, cilën e përmendë edhe më herët, është një aktore shumë e dashur për publikun, gjithashtu edhe profesioni i njëjtë. A mundesh më na tregu pak për raportin e juj? A keni ndonjëherë keq kuptime ose... E mira që në angazhime në profesionet s'ka keq kuptime, edhe në dim ku je. Për shembull tash, unë kur e mlidh me Valirën, ajo u konë fakultet të aktrimit, unë fakultet të aktrimit. Edhe u konë një periudhë, një vjet ose dy që jam konë super xheloz. Po veç një sen e kom pas të ndalume, kështu për vetit, jo për i sajna, kur ka shku në prova, kur shku në teatr, kur shku në gjirime, dhe në qatë kulmin e xhelozis, në qatë pjesë kur nuk se kom pengu. Edhe dhe se kom dit me vlerësu qatë pjesë dhe kom thonë, këta nuk bën me preka, përdin, a kur din në kafe, kam zëj, po dhe me thonë në prova e se në ju. E që e ndodhe dhe me Valirën dhe me mu se kuptojna shumë mirë profesionin. E të nimën në qatë pjesë shumë, e të kuptën, ajo ka qenë sfidu se veç si profesioni, edhe si një qift me gjithë punë në mazar. Edhe se të njëtit profesionet, të e po që po ka një sfide shkurt mas diplomimit është, nuk e din ka njerë kam jamajt, po për ndryshe unë jem shumë me fat që... Cili është ma xheloz? Unë... Te? Unë tash ka në rrua jo ka shku, po... Apet më ne që jem unë. Ka femna xhelozin të dallon pak moshkull e femna. Se femna mundet me xhelozu edhe kështu në shoqëni, se do në vëmendjen. Tash e kalon zotin, nuk kam fajën e lypin vëmendjen. Femnat mundet me të humb vëmendje kanë edhe me shoqëni, jo pronaj femnës e diçka. E në atë pjesë tani po, femna është pak më komplekse, më xheloze. Pak na mordorën, në gjinën. Me cilë dashuri. Po, sakrificat që javlen është, nuk është diçka. E tash është koha që të presim edhe ushqimin, e kemi një specialitet, keni me provu, dhe me zipojt pres me i dëgjua dhe komentet e juja. Të ushtoj vetëm. Ani tash në asje. është vërtet ushqimi mirë. Edhe me këtë pami madhështore që e kemi këndej, këthauni pak, që kemi me famas emisionit. Që shëni e zogin. Të presim edhe ajde në tash.